bëhet fjalë për vrasjen e shtetasit Alex Nika dhe për vrasjen e shtetasit Hekuran Deda, i cili ka pasur një predh të shpusë në trupin e tij dhe nuk është provuar se nga çdo dhe po bëhen hetime nga ana e Spagut. Është pyetur Lulzim Basha, i cili ka dhënë sqarimin e tij. Sqarojmë se mbas ligjit kohës, varësi direkte, nenit 9 ligjit gardë, komandanti i gardës ka pasur përgjegjësi ligjore ndaj tek ish ministri i brendshëm Lulzim Basa. Është struktura vertikale e cila parashikohet në ligj. Tani besoj se Lul Basha, se nuk e dim deklarimin, do jetë pyetur e ke ushtruar të kompetencë apo se ke ushtruar. Dhe do të pyetet për djenin që ka. Ka dalë ajo audio përgjim, audio, po të kemi parasysh dhe audio, gazetari Artan Hoxha, i cili e ka poseduar vetë audio, se është bërë shumë spekullime, jo e kisha, unë e kisha ai, e kishte ky person tjetër, gazetari Artan Hoxha e ka sqaruar punën e audios. Audion e ka marrë unë, mbas ligjit gazetarisë nuk mund ta tregoj se kush ma dha, është autentike, e ka ndërzuar në SPAK. E ka ndërzuar në tetor të vitit 2024. SPAK-u pretendoi, domethënë që kishte çuar për ekspertim të audio, nuk bëhet në Shqipëri dhe do bëhet në një laborator tuaj. Kjo është diçka pozitive, se janë laborator të paanshëm dhe do bëj ekspertimin e audios. Sot ajo audio, se ka 15 vjet flash, edhe audio e vjetës sa më shumë të kaloj, madje edhe me aparaturat moderne dhe me një hard disk, po ta hedhësh një audio sot, ta hapësh mas 15 vjetësh, prap ka ato humjet e zërit, sepse koha bën të vetën. Në këto audio diskutohet ose flitet më saktë komunikimet e komandantit të gardës me inferiorët e tij, me persona që kanë nickname-et ose që kanë ato pseudonime, Tufani 1, Tufani 2, dhe në lidhje me momentin e vrasjeve përdoret një terminologji e tillë. Gjakos, ta. Pra kjo është që e kemi parë dhe po ta kesh parasysh, e kemi parë dhe të incizuar. Më pas, domethënë, këtu mbyllet del dhe momenti i vrasjeve. Do jetë objekt hetimi, është pyetur dhe Berisha tjetër, ku ka dhënë sqarimet e tij. Por diçka e re që doli kohët e fundit, kemi edhe Bamir Topin, pyetjen e Bamir Topit. Është i gatshëm që I gatshëm, Bamiri u lidh me këtë ngjarje. U lidh sepse tash jo çdo person, sepse ne kemi, do të thonë, çdo kush mund pyetet. Pyetet personi i cili ka djeni për faktin. Se s'mund pyetesh se mund të bësh shumë persona. Por ai pyetja e Bamirit nuk ka lidhje direkte me president, por ka bërë një libër. Bamiri ka bërë një libër. Po, është libri. Sepse duke menduar se kjo ngjarje është diskutuar e mbyllur nga shumë persona. Shumë persona është diskutuar e mbyllur, se me mbylli gjykate lart, u bë mospranim hakimi, po të kemi parasysh vonë, domethënë nga 2014 diçka 2013, u dy çështë e mbyllur. Dhe fillon se ndoshta po ta dite që do vite kjo punë, do pyetet, nuk e kishte bolla atë që bëri. Dhe në deklarimin e tij, Bamir Topi ka thënë që më ka ardhur në shtëpi Lulzim Basha dhe më ka thënë do bësh ndikim tek Ina Rama, te prokurori i përgjithshëm. Ku ti thuash për ndihmën që të ndihmojnë lidhje me çështjen e gardisëve për masën e sigurimit. Tani kjo ka një pyetje tjetër, se të vrasësh mendjen tash. Tash pyetja është e tillë. Tani Ina Rama ka qenë drejtuese e prokurorisë përgjithshme. Bamir Topi ka qenë presidenti i Republikës. Tani pse shkoi ministri i brendshëm tek presidenti? Se shkoti ajo tjetra. Çka tregon? Që Bamir Topi ka njohje me Inën. Pra domethënë kjo është edhe duhet pyetur nga hetimi. Çfarë lidhje ka shku për raste të tjera? Sepse Lul Basha ka pas dhe çështje tjera në prokurori. Ka pas këtë te 21 janari, ka pas çështjen Durrës Kullës që është pushuar për procedurë. Pra duhet pyetet, ka ardhur për çështje tjetër ose ka pas në indikim tjetër se hetimet lidhen, se nëse do bëhet hetimet plota dhe gjithashme. Ka shtesje të tjerë thua ti kjo. Po jo që lidhet me faktin. Duhet ta lidhësh gjithmonë me faktin. Ky pse ka shkuar atje se e njihte këtë. Atëherë këtu thjesht ka që është ndikim i palishëm, se ti indikon presidentit e Republikës që shkoi te një organ tjetër. Dhe këtu dalin edhe veprat e tjera që janë regjistruar, është regjistruar për shpërdorim detyre. Populli shqiptar duhet ta marrë vesh se çka ka ndodhur atë ditë, kush ka shpërdoruar detyrën. Edhe disa njerëz që mund të jenë promovuar kundërshtim me ligjin, që ajo është ngjarje e rëndë. Pra pavarësisht se është parashkruar vepra, ne duhet marrim vesh edhe veprimet që pengojnë zbulimin e zbërtetës. Çfarë ka ndodhur me provat? Sepse nuk bëhet fjalë vetëm për serverin, por bëhet fjalë edhe për prova të tjera që po hetohen, që nuk kanë zbuluar të vërtetën. Pra duhet të dimë që këtë datë ka ndodhur kjo çështje është parashkruar, pse është parashkruar, çka ka ndodhur atë ditë, se është një ngjarje që në këtë janë vrarë 4 persona, po është rrezikuar jeta e shumë personave të tjerë, duke përfshirë kryeministin e Shqipërisë që sot. Është rrezikuar jeta, se është qelluar në mënyrë të rrezikshme. Pra është qelluar me armë
zjarrit, të cilët ka një shpejtësi shumë të madhe nga tyta e tyre, nxjerrin janë MP5, janë më të shpejta, pra nxjerrin më shumë predhës se kallashi, se Kallashnikovi, dhe në distancë të afër bëjmë shumë pasojë atë, se kanë qenë shumë afër, po të kesh parasysh gati. Pra populli shqiptar duhet ta di, pavarësisht veprave të parashkuara, se çka ka ndodhur atë ditë në mënyrë të përpiktur. Tani, avokat, e vërteta e 21 janarit ka në disfavor në fakt edhe parashkrimin, apo jo? Jo, nuk Sa herë këtu? Jo, nuk është. Duke qenë se ka kaluar kaq shumë kohë. Jo, nuk kemi në atë pikë, sepse kemi një vendim gjykate, Strasburgu e lejon hapje në një procesi dhe aq më tepër që përkundër asaj të cilët po flisë Ervini tani për pjesën vrasje në rrethana cilësuese e tjera, ka një marrëdhënie tjetër juridike. Prokuroria e posaçme nuk po merret fare më me vrasje, se vrasjet janë fakt. Problemi tashmë ata po janë kanalizuar te pjesa e zinxhirit komandues dhe kush dha urdhrin. Pse qelluan, pse nuk e ndaluan. Dhe ajo që është më rënda është që si mund të shkosh ti me armë luftarake në një protestë. Që të vesh ti me Kalashnikov për të mbrojtur një godinë të kryeministrisë me një armë luftarake edhe të përdorësh armë fishek luftarak, dhe kjo është skandal. Por që kjo marrëdhënie do kanalizohet tek pjesa e zinxhirit komandues të gardës, mendoj unë që ka përshtypjen do të ngjelet përsëri përgjegjësia përsëri të Andrea Prendi, i cili do të kalojë me pjesën e asaj të cilën ai është gjykuar i dënuar. Berisha do të shpëtojë nga ky rast. Domethënë nuk do të prodhoj asgjë me pak Shiko, fjalë. për mendimin, unë bëj analizën edhe çfarë ashtu, sepse unë shikoj, do të dish që të paktën neve arrim edhe të lexojmë dhe mënyrën se si vepron Berisha. Berisha është i friksuar faktikisht. Edhe Ilir Meta s'ka asnjë lloj tagri që të japi dëshmi. Për çfarë? Pse ka kërkuar mendoni ju? Ose nuk e legjitimon, ma e varet në diskrecion e prokurorit. Sa i rëndësishëm është deklarimi i tij. Jo, pse ka kërkuar? Tani është pjesë e tij, edhe kjo pjesë e Bamir Topit, po vetë edhe unë. Mirë, nëse kujtojmë kauzën e protestës, ka lidhje me Ilir Metën? Shiko, ka lidhje me Ilir Metën, po ka lidhje me faktin i cili i kishte ndodhur me një video të publikuar 3-4 ditë përpara. Por në elementin e zinxhirit komandues të asaj që ndodhi brenda godinës së kryeministrisë, ai nuk lidhet, sepse një person që kishte dhënë dorëheqjen, ishte shmangur e tjera. Ai për atë vepër penale, të cilën totalisht shpëtoi nga ajo, sepse normalisht ajo doli si një video e falsifikuar, një video e manipuluar, një video e cila nuk përmbushte elemente teknik. Kështu që ajo rrëzua dhe ai shpëtoi paqësisht gjithë situatës. Problemi është e zinxhiri komandues dhe këta do t'ja hedhin përsëri. Do të hedhin përsëri sepse po të shikosh në analizën se si ku është përqendruar hetimi, jemi vetëm tek Berisha, komandanti i gardës, Basha, drejtori i përgjithshëm i policisë, dhe pjesa e logjistikës e cila mbulon gardën. Po mund të thirrën edhe të tjerë. Shiko, mund të thrashësh sa të duash. Për mendimin tim, mund të thritet edhe opozita, mund të thritet edhe Edi Rama. Të dëshmoj se është iniciatori, kryetari i opozitës së atëhershme që organizoi protestë, mund të thritet Tomdoshi, mund të thriten shumë drejtues të qarku të asaj kohe. Duke nisur nga armiqësia politike e fundit mes Bashës dhe Berishës, nuk e dim se çka dëshmuar Basha për shembull. Ka një mister këtu. Shiko, ato janë analiza juridike të cilat do të dalin. Deklarata e tija merret edhe kalohet. Jo, sa e rëndësishme është. Patjetër që është e rëndësishme. Patjetër që është e rëndësishme. Sepse jemi në kushte të reja, dhe në qoftë se nuk ka një puzzle, unë të garantoj që Berisha e hodhi dorashkën. Kamerat nuk i marr unë, i merr garda. Si jam unë që merr me unë, si jam teknik kamerash. E pat, e thaktë. E dyta filloi po shmangej nga vajtja në prokurori. Kishte elementi që s'kam dieni. Brenda procedurës është në rregull. Në momentin që merr dieni, pastaj shkoj. Problemi tjetër është që zinxhiri komandues, kush është tjetër? Kemi drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit, që është marrë. Është marrë, mos gabojmë, zoti Kuliçi. Është marrë në pyetje. Janë rreth 20 veta të cilët janë marrë, personazhet e kohës atë, janë marrë në pyetje.
drejtori i policisë të Tiranës e tjerë. Problemi ngjerët shumë i thjeshtë, është minimizuar tani krim shtetëror. Kemi 4 viktima, kemi protestues që s'kishin armë, pra përballja ka qenë shumë e pabarabartë dhe nuk të jep tagrin të gjuash ndaj një protestuesi pa kaluar brenda murit rrethues të perimetrit që kishte vetë kryeministria.